Komisioni i Venecias ka dhënë një qëndrim të qartë mbi debatin për pezullimin e kryetarëve të bashkisë në Shqipëri, duke theksuar se ndërhyrje të tilla nga gjykata apo qeveria qendrore bien ndesh me parimet e demokracisë lokale dhe Kartën Europiane për vetëqeverisjen vendore. Në raportin e miratuar në 24 tetor, Venecia thekson se pezullimi ose përfundimi i mandatit të kryetarëve të bashkisë për shkak të ndalimit apo paraburgimit të tyre prek thelbin e autonomisë vendore dhe shkel parimet e Kartës Europiane për vetëqeverisje vendore. Në dokument shtohet se ndikimi i këtyre masave është dyfisht, ato cënojnë jo vetëm të drejtën individuale të zgjedhurëve vendor, por edhe të drejtën e qytetarëve për përfaqësim, pasi zëvendësimi me një kryetar të emëruar nga qendra nuk përputhet me vullnetin e elektoratit. Zëvendësimi i kryetarëve të zgjedhur të bashkive të emëruar nga qendra praktikisht shkel vullnetin e elektoratit, duke kryer themelet e demokracisë vendore dhe bien ndesh me ndarjen vertikale të pushteteve. Komisioni i Venecias ka kritikuar në mënyrë të vazhdueshme praktikën e zëvendësimit të kryetarëve të bashkisë nga qeveria qendrore, duke vlerësuar se kjo përbën një shkelje të nenit të re të kartës. Në përfundim, raporti thekson se pezullimi apo shkarkimi i një të zgjedhuri vendor duhet të mbetet një mazë e jashtëzakonshme që zbatohet vetëm në rastet e shkeljeve të rënda dhe me garanci të plota procedurale për të shmangur çdo formë ndërhyrje politike në pushtetin vendor.